Çfarë ju ka zgënjur nga këto autoritetet vendore? Po të marrë të fundit fare që unë kthehem nga shërbimi diplomatik si konsul i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë në konsulatën e Selanikut, Greqi, kthehem dhe kërkoj të punësohem në qytetin tim të Korçës. Dhe s'u gjend asnjëherë vendim vend pune, vetëm për Pavlinën nuk u gjet vend pune. Në qytetin tim. Evron e madhe që duhet thënë ban nga autoritetet vendore nuk u gjet. Lavdi Zotit Sem, kryeministri i sotëm Zoti Rama, ka bërë një VKM që njerëz të veçantë që kanë spikatur diku, apo medalistë në arenën ndërkombëtare, hynë në universitet pa kritere të japin mësim ato që ata kanë hequr në jetën e tyre. Edhe unë sot jam pedagoge në Universitetin e Korçës, Departamenti Sporteve, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë. Pak më vonë do të shkojmë edhe tek jeta juaj aktuale dhe profesioni që po ushtroni tani, po për të kthyer tek ato çmimet e mëdha që ju folet pak më tej. Tingëllon ironike ajo që thatë ju në një fatkeqësisht. Në qytetin tim. Në qytetin ku ju jeni në autoritetet vendore, po. Edhe është për të ardhur keq. Për të ardhur keq sepse unë nisa nga e para, unë shtëpi nuk kam në Korçë, nuk kam në Tiranë, unë nuk kam as sekundi. Unë jam në një shtëpi me qira që jetoj, bashkë me bashkëshortin tim, fëmijët kanë gjetur jetën e tyre dhe janë mirë për mendimin tim, dhe për këtë jemi të lumtur edhe krenar për ata dy fëmijë. Por fatkeqësisht nga autoritetet vendore më ka ardhur keq, kur unë kthehem nga një shërbim që e kreva, mund të them, më së miri. Denjësisht do thoja. Më së miri. Denjësisht dhe këtë e kemi parë edhe nga reagimet e publikut. Më së miri, prandaj the më së miri, sepse bëra te mundësive të pozicionit që kisha. E kush do ta besonte që Pavlina Evro e madhe, që mban një sër titush, një sër medaljesh, ka bërë histori dhe për hir të së vërtetës ka bërë histori në sportin shqiptar, në atletikën shqiptare, mbretëresha, siç e quajti dhe drejtori Ganevila, mbretëresha e atletikës shqiptare, të jetë në këtë lloj situate. Fatkeqësisht, disa të duan, disa xhelozohen, disa të lënë pa punë. Mua më vjen keq që është kjo situata, po jam e bindur që autoritetet tona, qoftë vendore, qoftë pushteti në Shqipëri, do marrin masa që Pavlina Evro e madhe t'i jepet Cezarit ajo që i takon. Po, përsëri falenderoj kryeministrin për atë çka ka bërë për mua, edhe çka bërë për titullarët e sportit shqiptar, me ligjet që ai ka nxjerrë për sportin. Edhe për sportin në vazhdim, por edhe për ata që kanë bërë sportin e dikurshëm. Na ka vënë një pension të posaçëm, kur ne plotësojmë moshën dhe dalim në pension, ka vënë pension të posaçëm që kjo është gjë shumë e madhe, që ne të kemi një pleqëri të bukur, sepse që atje varet. Keni ende kilometra për të vrapuar, Sonja Evro, po flisni herët për pensionin edhe të tjera. Edhe e dyta, në dy vlerësimet që ai ka bërë një emër si Pavlina Evro, që e ka vlerësuar me emërimin herën e parë si konsull e përgjithshme në Selanik, tashmë që në 6 gusht ka marrë përsëri emërimin nga kryeministri si konsull e përgjithshme në Janinë. Dhe ky është vlerësim për mua vërtet. Edhe e falenderoj. Me që po flasim për shërbimin tuaj diplomatik, vetë kam pasur rastësisht, kam pasur fatin që të lexoj disa nga komentet, ku njerëzit thoshin, për herë të parë, unë kam takuar nga afër një konsull shqiptar në Selanik, thoshte dikush. Për herë të parë unë e dija kush ishte konsulli në person, dhe për herë të parë një konsull bëri aq shumë për ne shqiptarët. Çfarë konkretisht keni bërë ju për shqiptarët në Selanik? Nuk dua të flas se çfarë kam bërë, u mundova që unë të bëja më të mirën për komunitetin shqiptar dhe për shqiptarët e mi atje ku jetonin. Mund të filloj që nga burgjet ku ata vuanin dënimet e tyre,
apo në për spitale, apo në shkolla, apo ku do që të ndodheshe një problem dhe sa do i vogël të ishte, unë do t'isha pranë tyre. Por gjëja më emocionuese është që qytetarët e mi dhe i falenderoj pa mas, më mallëngjen gjithçka për qytetarët e mi që dhe sot e kësaj dite unë jam 60 vjeç, ata më respektojnë po njësoj dhe më duan po njësoj dhe dashurin ma japin po njësoj si ajo vajza 15 vjeçare edhe deri sot që unë jam 61. Mirënjohja është vlera më e madhe e njeriut. Është unë i falenderoj kudo që ndodhen ata në përbot, çdo shqiptar pa dyshim se nga çdo shqiptar veç qytetarëve të mi ka marrë atë respekt dhe dashuri. Dhe aq më shumë e ndjeva këtu nga shokët e mi, nga familja Sala. Emocionet janë gjithmonë të bukura dhe kur flasim për emocione që ata bëjnë gjithçka të mundur, po, që unë të vija në Amerikë për problemet e mia të shëndetësore e para, por dhe të më shikonin nga afër dhe unë. Dy ish-mundësa të ekipit Skënderbeut janë vëllezërit Medini Hektor edhe Hektor Sala, bashkë me babain e tyre, Xhemal Sala, nga Mborja. Ata u bën iniciatorët, ata e morën vesh, unë kisha dhe probleme me shëndetin edhe ata ma afruan. Por në atë kita Pavlina, nështë ata e zbjet më para as me vota gjoja të këtyre që zgjidhen, është dashuria e njerëzve. I dyti pasaj është drejtori juaj, pronari juaj i televizionit, Zoti Ganivila, që gjithashtu dhe ai më ka suportuar, mbështetur. Më ka suportuar dhe ai më ka ftuar disa herë për problemet e mia kur i mori vesh, që unë të vija dhe e falenderoj shumë. Personalisht dhe të gjithë si staf ne urojmë që ju t'jeni mirë me shëndet, që çdo gjë të shkoj ashtu si ju doni, dhe pse jo t'i shkon dhe mirë ato autoritetet shqiptare për të vlerësuar vërtet njerëzit që kanë derdhur, siç e keni thënë ju në një nga daljet tuaja publike, djerse dhe gjak për atë sport, për atë vend. Në asnjë mënyrë do ta ndronja Shqipërinë dhe më janë dhënë mundësitë shumë herë në kohën kur unë isha e re, që t'isha dhe miliardere mbase sot, si shumë sportistë të tjerë. Në gjithë botën mund të shkoja, sepse më kanë bërë oferta goxha të mira dhe në çdo shtet mund të them në atë kohë. Por nuk pranova dhe të përdosnja flamurin tim në asnjë mënyrë. Gjithmonë për Shqipërinë, duke garuar gjithmonë me atë flamurin kuqezi. E dua shumë. Edhe Shqipëria të do. Ju do të dyve. Po zonjën Ebro e kemi pak më me kimere. Jemi kështu realist. Është gjë më mëndur të jesh realist. Ka ndryshim midis asaj që unë kam mundur të bëj, ndoshta ëndrat prera në mes të vitit 90, dhe midis Pavlinës. Ne mund të jemi bashkëshort, por Pavlina është tjetër që është thjesht numri i 10 deri në 18 në botë për të gjitha kohrat në garë. Rezultati. Nuk mund ta kishim fatin as numër 18 në teatrin që. Kur u njoha me emrat tuaja që do të kishim këtë bisedë sot, thash Pavlina Evro dhe Sadu Shylli. Okej, një sportiste edhe një artist. Dhe natyrshëm më shkoi mendja tek ai filmi Në çdo stin, dhe thash këta filmin e paska në jetë. Pas kemi një çift vërtet të tillë, një sportiste edhe një artist. A shkon një sportiste me një artist, zoti Ylli? Si ka qenë ajo historia juaj, ai fillimi juaj? Propozoj ta thot çupa. Kush është më romantiku nga të dy, do doja të ma thoshte, sepse po ju si artist besoj që duhet jeni më shumë romantik. Okej. E thotë bukur se i ndjen më shumë. Vërtet Sadu është romantik, që ditën që unë e kam takuar edhe deri sot që jemi kaq shumë vite së bashku, më ka lumturuar jetën që ditën e parë që jemi njohur dhe. Si jemi njohur? Unë i them faleminderit njerëz Sadushit që është në jetën time që ditën e parë dhe deri ditën e fundit që do të kemi frymë, sepse është një shok shumë i mirë. Shumë i mrekullueshëm dhe shumë tolerant.
Sa fjalë të ëmbla, sa fjalë të ndjera dhe të bukura. Ne jemi njohur shumë të rinj, së bashku me Sadushin, kemi qenë student, edhe kështu vazhduam. Dhe po jemi njësoj si ditën e parë që ne jemi njohur, edhe deri ditën e sotme që ne jemi këtu në studion tuaj. Prova e gjallë që dashuria e vërtet, ajo e madhja e filmave e librave ekziston. Edhe dashurisë i ka vënë, themi, qeshin mbi tort, 2 fëmijët tanë, 2 fëmijë që nuk di, falenderoj Zotin të parin që sepse edhe ai luan rolin e tij për të dhënë fëmijët e për t'i sjellë në jetë. Dhe pastaj është puna jone të dyve si prindër, kemi qenë 2 prindër shëmbëllor në të gjitha fazat e jetës së tyre, që ata të jenë kaq shumë mirë dhe kaq të lumtur në jetën e tyre. Dhe vërtet ne jemi shumë krenar për ata dhe i falenderoj nga shpirti që ata janë 2 fëmijë shëmbëllor, Petrën edhe Krisën. Të cilët ne i përshëndesim të dy nga studiot e Alp TV USA. Zoti Ylli, flasim për vitet që zonja Evro ka qenë në kulmin e saj të karrierës, kishte marrë disa çmime, kishte marrë medalje, dhe ju ishit një djalë në cilën moshë bëhet fjalë që keni njohur? Student të dy? 22. Do me thënë, ju po dilni në takim ose po njihnit këtë vajzën që kishte medalje. Ta them unë, jo. Sadushi për fatin e mirë kishte gocën e xhaxhait tim, Mirelën, ajo studionte në Institutin e Arteve, ishte violiniste, ishte në vitin e parë, Sadushi ishte në vitin e tretë. Edhe i thotë një ditë të bukur Mirelës, "Moj, çfarë ke Pavlina Evron te?" "Gocë xhaxhai", thot ajo. Shumë bukur. I thotë, "Unë do ta njoh Pavlinën nga afër, kur do të më japësh mundësinë, Mirela, të lutem." I thotë, "Ajo është këtu në Tiranë dhe unë e di", i thotë. Edhe unë atë kohë, sikur ky e dinte që unë kisha vajtur nga konvikti tyre dhe flija atje. Me gocën e xhaxhait. Po ju kishit dëgjuar për Pavlina Evron, sigurisht. Më kap të televizorit të Të kapte. Po si e kishit parë dhe e mendonit ndonjëherë në ato vite që kjo vajza që ju po e shikonit në televizor, që kapte në ato kohë do bëhet një ditë nëna e fëmijëve të mirë? Ishte shumë e bukur sepse do kujtoj edhe një gjë të bukur. Dhe vërtet Sadushi e thotë kudo që të jemi. Në atë kohë bëheshin 10 sportistët më të mirë të vitit. Edhe unë isha fituese e Sigurisht. 10 sportistëve më të mirë, po, të vitit, dhe bëheshe festa gjithmonë, ceremonia e madhe, bëheshe festë goxha e madhe në atë kohë, ashtu si shbej edhe sot, kanë filluar t'i bëjnë,